Po zakonisht ato fillojnë në mënyrë graduale, nuk fillon me njëherë, fillon mund të kenë faktorë të ndryshëm. Për shembull, për depresionin kemi shumë faktorë, depresionit reaktiv, depresionit si endogjen, depresionit egzogen, shumë lloje të depresionit, por simptomat e tyre personi fillon gradualisht të tërhiqet në vetvete, zakonisht i mungon motivi për punë, për jetë, i pengon vendet publike, ka shumë dëshirë me qëndru vetëm, është i lodhur, nuk ka vullnet për ndonjë aktivitet, nuk është i përqendruar në punën e përditshme, janë evidente harresat më të shpeshta dhe këtë varet, domethënë, çfarë lloji të depresionit kemi.